Arlind, ti e rritur me futbollin, ke qenë vetë lojtar, e le për shkak të një dëmtimi, tashmë je edhe trajner. Më trego pak si e sheh ti këto botëror. Spanjën deri ku e sheh që mund të ecë? Po, Spanja pati çik të vështirë sot, besoj se kishin shumë mas ndeshjen e parë që nuk doli pozitiv për atë, kanë pas shumë pressure, kanë pas një lloj presioni, domethënë duhet të bashin performancën sot. Luajtën për mendimin tim shumë mirë, luajtën atë që pritet për një favorit e këtij turnament, këtij turnirit, këtij kampionati dhe shpresojmë që të vazhdojë kështu. Ueda, është e vështirë jeta me një njeri që e do shumë futbollin? Jo, shumë, e qike vështirë se lindi shumicën e kohës është jashtë shtëpia edhe shumë fokusuar trajnimet edhe të ekipi, trenet të kohës nuk është në shtëpi edhe është vështirë, po ambitohet personis. Unë e di vetëm që sa herë ju shihni një ndeshje futbolli, ti do zgjedhësh çdo skuadër tjetër përveç skuadrës së Arlindit, apo jo? Po, është vërtet. Pse ja bën këtë punë apo siç e kemi ne gratë që duan t'i acarojmë nervat? Kam qef me janë zi jetën. Bravo, mos të shkur dorë.